Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria. Sonde jemi të nderuar ta kemi veprimtarin, pajtimtarin, aktivistin, ish-luftetarin e ushtrisë kombëtare të Kosovës, po ashtu edhe hoxhin Feta Bekullin. Faleminderit zoti Bekulli që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Mirë se u gjetëm. Ditë më parë keni nxjerr një libër dhe një dokumentar lidhur me punën tuaj 30 vjeçare të pajtimit të gjaçave, që e keni titulluar edhe dokumentarin edhe librin 30 vitet e pajtimit. Po. Si i konsideroni këtë mision të juaj dhe aktivistëve të tjerë 30 vjeçar në pajtimin e njerëzve? 30 vitet e pajtimit e kemi pagzu shto emërtu 5 vite më herët. Dokumentarin dhe ka qenë i përgatitun, ka qenë salla rezervume për me qfaq, po me promovu. Pandemia erdhë dhe nuk mujtu me oktubu. Në ndërkohë, në këtyre 5 viteve, tu bisedu me shokë, në veçanti me nipin e Gjafer Kabashit, kryetarin e Këshillit Pajtimit që kemi po, Ditar Kabashi, u dagurdum që ta nxjerrim në libër dokumentarin. Edhe ashtu veprum. Do thotë dokumentari është, libri është nga dokumentari, ku që ishtë një farë mjeshtrie më u përdor, se në dokumentar shikuesi i sheh incizimet, i sheh fjalimet, ndërsa në libër duhet me ofru, ta kuptoj parafërsisht, se ndoshta 100% s'mundemi, ta kuptoj përmbajtjen dhe ta kuptoj veprimtarinë e Këshillit Pajtimit. Si e keni parë, edhe protagonist i pajtimit të gjaçeve, po ashtu edhe pjesë e dokumentarit të hartoni apo të nxjerrni një dokumentar për punën tuaj të pajtimit? Thëmë drejtën, këtu e kam një pjesë të veprimtarisë ime në pajtimin e gjaçave, plagëve dhe ngatresave. Po ajo që kam ka shty, që une të nxjerrë dokumentarin, pastaj edhe librin dhe ekspozitën që kemi pas, ka qenë që pas ndërimit tjetë të Gjafer Kabashit, Këshilli i Pajtimit, pajtimtarët, më ka nëmëru mua kryetari i Këshillit Pajtimit për Prizren dhe Region. Ndërkohë ndisha obligim të bëj diçka për këta burra të mirë, për këta njerëz që deri në momentin e fundit të jetës kanë qenë pajtimtarë. Sa jeni dali i kënaqur me punën që keni bën pas publikimit të këtij dokumentari, pas shfaqjes së dokumentarit, po ashtu edhe libri është pjesë e dokumentarit? Jam shumë i kënaqur dhe kam shkarkuar një barë që më ka mundu gjithherë. Deshta të flasë pak për këta pejtimtare që kom pas fatin të jem me ta. Se në kom fillu në Malishev. Kur i marë në Rogovt Hasit, kishin qenë disa familje të asmura. Ose ma mirë me thonë familjet kryesore, ma të forta të fshatit, kishin qenë të asmura. Ndërkohë, nga maj i 97-ës, deri në maj të 98-ës, 7 gjaqe 4 plagë e shumë ngatresa. Me herë kanë fillu punën dhe natyrisht që kanë përfundu me 14 maj. Këte deshta me thonë që 14 maj thot diçka. Për mua pajtimi maj madhë, për mua është një moment që kam fluturu, nuk më hesë për toke. Bilem tha një shok i Krushës, imam, Mullaj Sak Regjepi, tha, po donë me fluturu, thash. I bona be, thash, pashat madhin zot. Ftyrë tokës nuk ka njëri më të lumtur se unë sot. Se nuk u pajtoshin vetëm ato familje, po u pajtoj ki tërë fshati. Do të thot, aty kom taku pajtimtarët e Prizrenit, këta që i kem tash edhe në dokumentarën libër. Dhe prej aty, më nuk jom da deri kur ata janë da dhe kanë kalu në botën tjetër. Dhe këtu e kum një obligim të bëj diçka.
E keni titulluar dokumentarin 30 vite të pajtimit. 30 vite pajtim. 30 vite pajtimtar. 30 vite eliminim dhe nga dresave edhe vrasjeve e ma keqja. Sa ka qenë sfiduse për juve dhe sa ka qenë krenari dhe sfida, thejmi kështu, në këtë lëvizje që keni pasur në 3 dekada? Tani janë 35 vite. Po thash para 5 viteve ka qenë dokumentari dhe aty jam nalë, thëtë s'kum kalu më kënej. Janë momente tjetës, është edhe fat që gjindesh në një moment dhe vazhdojnë aty. Për me u kyqë në Këshillën e Pajtimit, merit kanë studentët e Malisheves. Ata qysh mas daljes në skena, po atje në Lumbardh, studentëve të Deçanit dhe PS, me një herë studentët e Malisheves janë grumbullu dhe kanë formu Këshillën e Pajtimit. Mas një kohë shohin të rrugës që ti marrin disa, s'pa thomë ma pleq, po pak ma të vjetre se sa ata, dhe janë orë në Kryesinë e Lidhjes Demokratike, atëherë kemi qenë anëtar i kryesisë, 3 veta, Cendesku, Hasime Mazreku dhe une, ju kemi bashkangjitë. Në vitin 1990? Në vitin mars të vitin 1990, ose ma mirë me thonë 18 mars 1990. Dhe nga gjimnazi, atëherë Abdul Frashëri, kanë orë dhe 3 profesorë tjerë, dhe ju kemi bashkangjitë studentëve. Pastaj, në pajtimin e parë, në për që kemi këtu në Guncat, kjo e parë është, në Guncat të Malisheves, me 21 mars 1990, këtu jemi taku zbashku me Këshillën e Pajtimit të Suarekes. Këtu i kemë dhe pleqët Qamil Reçani, Liman Kadolli, të tjerët, Ramadan Shala, dhe student dhe aktivist të asoj koha, dhe zbashku kemi kry një pajtim në Guncat të Malisheves, dhe thot është ky pajtimi i parë. Sa ka qenë vështirë pajtimi i parë, sepse ndoshta dikur e mori rrjedhën, edhe cili u bën mision, u bën detyrë dhe mezi presnin në një farforme që të kryhet kjo detyrë se cili edhe ata nga tresa, po i parë, pajtimet e para, ta thejmë. Pajtimet e para nuk harrohen kurrë. Ne ishmi fillestana, pse ishmi në mosh pak më të vjetre se studentët, ne ishmi fillestana në këtë mision të shajt. Dhe aqë shumë e mërshme me shpirt, sa që ka pasë raste që jemi shkrinë vaj, kur fillun me tregu rrethonat e vrasjes, momentet e rënda ekonomike, e shumë të tjera, ka qenë shumë shpirtnore, edhe është shumë shpirtnore. Për pa u fut pak në lëkurën e të dëmtumit, s'mund me pas sukses. Mirë po, dikura me mjeshtri i ikshme, që i dëmtumi mas me hinë në historiku në vrasjes, apo plagës, apo nga treses. Se 2 të këqia u bëshin. Njona që aji e rikujtojke në gjarjen e ranë që i ka ndodhë tragjike, nonën tjetër, për me arrit të pajtimi është më vështirë. Kështu që 6 mënyra për me enal, ka ndodhë, tajde që po bojmë, që po bojmë, përdormi rastet të ndryshme që janë pajtue, të burnia, të hatri, të bëhemi bashkë, të luftojmë anëmikun, të fitojmë derin. Hatri që anëmiku jonë, kur ndëgjën që ne pajtohemi, ai revoltohet, ai ka qef ne të vrasim, të vritim e mes veti, e janë shumë gjona që i përdormi për me ofru, për me ndihmu edhe atë i kaloj atë hidhërim që e ka godit në lushkë. Zoti Bekolli, si lindi kjo lëvizje? Lindi në formë të organizuar, lindi aty për aty më pas mori shtrirje, sepse u bë lëvizje gjithë popullore. U bë pararendse e lëvizjeve të tjera politike kombëtare. Dhe duke që ishte një lloj rilindje e ndjenjes kombëtare për hapa të mëtejme. Kjo nuk ka ndodhë rastisht. Ka ndodhë me ata që shohin më largë dhe dëgjojnë më shumë.
Ata janë rinia e Kosovës. Unë e marë si Sagja Jakim, 3 kam. Rinia e Kosovës, studentet, dhe thot, të burgosërit politik dhe minatorët të Trepçës. Prej nën tokë atja falë Gjaku i parë, dhe thot. Janë këto që ama kanë fillua, po iniciativa kryesore është prej rinis studentore dhe të njëjtën kohë të burgosëve politik, që ata që kanë fillu kanë qenë që të dyjat. Kur mendoni që ka marrë hëvë, ka marrë sëmbari kjo lëvizje në vitet e 90-ta, në fillim? Po me njëherë, liresht, mas kushtrimit, mas apelit të rinis dhe të tjere që i përmena, studentët kanë fillu në çdo komunë fillim, janë bashkangjita, po i kanë thirrë, po i kanë ofruar edhe intelektualet e kohës, veprimtarët e kohës, profesorët e nderuar, dhe janë themelu këshillat e pajtimit HOV që thot HOV-i është mas tepër nga prilli, me njëherë mrena muajit, apo ma mirë thamë mrena 2-3 javë, prilli e deri në kuvendin e dytë që a majtë në maj, nëse s'haroj, të vitit 92. Pas kuvendit të dytë, shumica këshillave kanë punu individ, dërsa këshilli i pajtimit i Malishevës dhe ai i Prizrenit, deri tani ku po flasmi bashk, nuk janë nalë. Sa keni mundër ti përfshini këtu në ngjarje, në dokumentar, apo sa janë të përfshira në dokumentar, sa janë të përfshira ndjesia, dhimbja, krenaria, gjitha këtu, sepse e thatë edhe ju ka pas momente të paharrueshme dhe momente shumë dhimbshme. Se i përket dokumentarit dhe librit, këto janë të përfshin periudha për thamë prej 14 muajit të vitit 1998, kur jam taku me pajtimtarët e Prizrenit, deri sot. Po ajo që kam ka shty, e thash më heret, të thotë se shumica prej tyne kalun në botën e amshushme, disa prej tyne janë gjallë, po janë në gjendje të ranë shëndetësore, dhe kisha dëshirë që familjet e tyre, po edhe mbarë populli, ta kenë nga një grimës histori, se në s'ku mujtë me përfshive përmëtarinë si cilit sa duhet, mirë pa kom fillu diçka, të thëtë periudën që e përfshin libri, është 14 maj 1998, është deri në ditën e sotit. Si keni mundër ti përmbledhni të gjitha ato ngjarje dhe cilët kanë qenë protagonist të këtij dokumentari që i keni përfshirë në këtë dokumentar, këta pajtimtar, këta njerëz, këta veprimtar, cilët kanë qenë? Ne falë disa incizimeve që i kanë qenë në disa, jo në të gjitha pajtimet, disa që kanë qenë më të mëdha, falë tyne dhe falë do një fotografie që kemi mujtë me gjetë, sepse as duhet me dokumentu dokumentarin, atje që kemi thonë, edhe me arsyetu apo me faktu, ne e kemi bërë këtë dokumentar. Dhe thot, me ato që ka kemi pas, ka ma shumë, shumë ma shumë. Mirë, po për shkak të dokumentarit, ne jemi orientuar në ato incizime, apo në ato fotografi që e dokumentojnë. Sa i përket protagonistëve të kohës, apo që jam orientuar për dokumentar, e kam këtu një foto që në dëshmon, dhe thot, këtu e kemë Masazh Sportën. Frika vdek, dhe thot, 5-6 muaj s'ka më tepër, po kemi realizu, sa ka qenë jetë. Kjo është Enver Batiu, profesori nderuar, është një jetë, po është në gjendje jo të mirë, shëndetësore. Shoqëri Shehu është një hasjan, një njeri i devotshëm, po jeton në Prizren. Edhe ky ka qenë grup e këshillit të pajtimit.
Dhe natyrisht kur dilmi në regionin e Hasit, ka gëzu autoritet, sepse ka qenë birë i një familjes së madhe, në familjes së Shet Ahirit që është njoftë jo vetëm në Has. Muharrem Dina Migja. Migja ka qenë aktivist i hershëm para luftës çlirimtare. Luftë çlirimtare me i herë ju ka përgjegjë, ka qenë në trupat e mbrojtjes, kemi qenë shok, ka qenë kryetar një shoqate humanitare, do thotë ka qenë tërësisht i dhanë për të mirën e këtij vendi. Unë jam këtu Fetah Bekolli, Simon Veseli, një aktivist i dallum dhe i palodhun, e kem Nazmi Kollonin ka qenë arsimtar edhe ky ka gëzu autoritet, ku ka punu dhe ku ka jetu, Fetah Emini, edhe kjo është një pajtimtar, edhe profesor, ky doktor i nderuar Femi Bojaxhiu. I opojës, disa janë të opojës, po ka dhe të regioneve të ndryshme. Të gjithë këta këshill të pajtimit të regionit të Prizrenit. Të gjithë këshilli i pajtimit të regionit të Prizrenit. Tubimi që është mbajt këtu ku jemi ne, ka qenë mbledhje zgjedhore pas vdekjes së Xhafer Kabashit, kryetarit të këshillit të pajtimit, më kanë mënuar mua si kryetar i këshillit të pajtimit për regionin e Prizrenit. Natyrisht krejt kanë qenë më të mirë, më të vjetër më, po ja kështu se respekti apo çfarë di. Kështu ka ndodhur. Zoti Bekolli, cili ka qenë çelësi i pajtimit? Çelësi i pajtimit. Ku shkon dikon? Sepse 30 vite këtë mision ka zoti Bekolli, aktivistët, njerëzit që kanë punuar në këtë drejtim, një çelës, të cilët e kanë gjetur të pajtojnë njerëzit. Po, natyrisht nuk këtu mas po gabaj, po nuk janë përgatitur të gjithë për një mision. Po i zgjedh ke Zoti që thumë na, unë falenderoj Zotin. Falenderoj Zotin që kemi vepruar se këtë do Zoti. I madhi Zot thotë ky pajtimi kohën që shpenzon në këtë rrugë, ja kalon edhe namazit, edhe agjerimit, edhe zeqatit, të të kjo madhështi. Edhe për me qenë pajtimtar, duhet me qenë një familjes të mirë, me qenë i kujdeshëm në jetën tone, mas me qenë në gjak, pos nëse ke falë, ke mujtë me qenë gjak, ke falë ti me veprën tone, ti mund me artë tani, mu bashkanxhit me këshillin e pajtimit, që shka qenë Miftar Kastrati i Magjarës, s'na ka shkoj shkurt tani më, të thot, ai ka pas shlirë me folë, me thonë, unë i kum falë 2 gjaqe, ka ra mirë, se mësë pas ka mirë, që kisha bashkanxhit që në burrave. Po kupton? Edhe njerëz që nuk janë hasmeri me dikon, njerëz që nuk janë të interesit material, apo të interesit që të duket, e të thot dikush a burri mirë, po ajo që i buron nga shpirti për me bo mirë, për me shërënjos një mortaj të zezë, që nga ka kushtu shtrejt të vllavrasja, e argati ju ka bo atina që ka pas qermen e shfaros, janë shumë arsye dhe të vetëdijshëm se pa u bo bashkë ne, nuk mujmë me marrë hapin tjetër. Nuk mujmë me marrë hapin tjetër, ka dorë Zoti me mija, pajtime nga tresa e plak janë falë, edhe me bashku. Po flasëm për lëvizje në fillim të lëvizjes. Sa ju ka ndihmuar? Në këtë lëvizje aspekti kombëtar, aspekti që populli ka qenë i robëruar, ka qenë në ndryshim të sistemit në fillim të lëvizjeve të reja, të ndryshimeve demokratike, sa ju ka ndihmuar kjo, sepse lëvizja apo pajtimi i gjagjeve është në aspektin human, në aspektin njerëzor, por mbrapa kësaj disi ka qëndruar aspekti kombëtar, ka qenë një kartë të cilën sa e keni shfrytzuar këto që t'ja arrini qëllimet më lehtë. Unë shpesh herë tham, atëherë kemi qenë të armatosur. Jo me armë, po kemi mujtë për shumë hatre. Unë jam hoqë, gjithmonë këmë fillu në hatër të Zotit, fëqiplot, hatër të kombit, hatër të vendit,
për dhunë anëmikut. Anëmiku në donë të fritmi, në duhet të jemë bashkë. Dhe thot, kemi pas shumë hatra, apo shumë argumente për me i marë, për me e bindë të dëmtumin. Ajo shka ka qenë ma e modhja, i dëmtumi duhet me ditë pse na i kemi shku nderë. Të thot, qëllimi jonë është që t'ja largojmë një diçka që nuk i duhet ati të dëmtumit, dhe shpesh herë është në alë dhe na ka pyet kush je, kajt je, ku në je, ka pas qef me ditë kush i ka hymë rana. E ne, para se me hymë rana, si cili veç dhe kemi bisedu, a jem të gjithë për me shku aty, se duhet me qenë meritor për me i trokit dikuj në derë, kur është në pyetje pajtimi, kur është pyetja ana shpirtënore. A janë bardhur këto mesazhe, këto fjalime, këto pajtime në dokumentarin edhe në librin të cilin i keni botuar, i keni nxjerrë në dritë? Komplet. Bile nëse shikohet me vëmendje edhe dëgjohet pajtimin në Rrogovë të Hasit. Atë ditë vijajrore 2 kilometra në Gradish ka shpërthy luftën mes ushtrisë shërbimitare të lavdishme dhe forcave serbe. Atë ditë fjalimi i secilit prej aty, ai ka qenë thirrje për mobilizim. Se ka qenë plot xhamia, plot oborri, të thotë, ka qenë një thirrje për mobilizim të bashkuar të luftojmë hasmin e jo mes veti. Dhe ka pas efektin e vetë, pasi që kom vepruar në Rrogovë të Hasit në përgjithësinë Has, dhe në radhët e ushtrisë shërbimitare të Kosovës, kemi pas deri dje që kanë marrë në thomnje një tjetrin, kanë qenë me një llogar, kemi qenë bashkë, kemi kesh bashkë, kemi kajt bashkë, të thotë ka qenë, jemi bo grusht, kanë ndihmu pajtimet madhorës ushtrisë shërbimitare të Kosovës. E tha që ju nuk e keni ndalur aktivitetin e juaj së pajtimit deri në ditët e tashme, ditët e sënë, deri mbrëm. Po. So ka qenë pas luftës në liri, kjo plagë e shfaqën në popullsi, të shtresat e shoqërisë sonë. Si ka qenë forma pajtimit, para luftës dhe pas luftës, a themi pak më ndryshe? Shumë me vend. Ka ndryshu shumë. Derisa para luftës shkonim kësisoj bashkë. E përgatishme terrenin, 6.000 njerëz që na hapin derën, u grumbulloshme bashkë. Ma i fort njeri, me shokë. Mas luftës është diçka tjetër. Ato që i përmena, që na kanë ndihmu për arritjen e pajtimit, tash jem të qarmatosur në drejtim. Shokët që kemi bashkëpunu me ta, dhe që të gjithë kanë qenë, thuja më të vjetër, po Simon Veselit, që edhe ajo është në këtë jetë, këtë është Zoti. Ata, se cili ka pasat bagazhin e vetë, edhe ku merë ke fjallën, s'kishte nevojë mu frigu, mos do në qalu dikon. Ishin të përgatitun, tash si mum, edhe vullnet madh. E tash, mas lufte shokët më kanë vdekë shumica. Tjerët janë smut, punoj me rrethin familjar, me dashamirët e familjes dëmtume, me ata që dojnë të mirën e saj familje, me ata që ndihmojnë për mu arrit pajtimi, edhe në bona njërin nga antarët e familjes, shpesh herë thirrë edhe Simonin në disa raste, shkojmë i urmi në konak edhe ja kërkojmë pajtimin. Nuk ka ma me urëndis, me shku grup, po tash individ, mirë po duhet para prakesht me gjithë njerëz të vullnetit mirë, dhe që edhe qelin derën, po edhe që ndikon mbrana në konak për me arë të pajtim. Duket pak interesante dhe shumë humane, ku individet, njerëzit, personat me autoritet, sikurse që jeni ju, kanë kry punë dhe pajtime më shumë sa vetë institucionet. Edhe atëherë kur institucionet nuk kanë mundur, gjykatat apo format e tjera të sigurisë nuk kanë mundur ti pajtojnë
njerëzit ju ja keni dalër. Shiqo, Çfarë do të thotë kjo? ndërmjetësimi s'ka më ndalë kur, ndërmjetësimi. Mirë po gjykata, kur ja jep dënimin meritor, keqbërësit, kriminalit, vrasësit, që ka dëmtu diken, kur merr dënimin meritor, pas aktit s'ka nevoj, as më dhafetoj, as feta bekolli thuj që shdush, as të tjeret. Nuk kanë nevoj, sepse ajo gjykata është që e merr përsi për me farmënyre, me nxerr hakun. Me nxerr hakun. Po, ka herë përmeni atje për deri sa para dreke, vret mas dreke, pin uj në qesh me çadërvanit, vallaj me qenë maj ligi i botës këqyr, vetë me qeru e sapet, edhe me ardhë të vetë gjyqësia. Këtu duhet me pas kujdes. Për fat keq, ndoshta shpesh herë, mos thom rrallë herë, edhe krijojnë probleme. Krijohen kur i dëmtumi, ose është më i ligë, ose pa të tjerat që s'po du me i përmen, edhe si del krah drejtësia, çka me bëj? Nëse janë njerëz të vullnetit mirë, që me e ndalu prej më të keqe, sa i s'bën zgjidhje ku të vret. Nuk është zgjidhje ajo. Ajo është me sharru më fell. Mirë po duhet me qenë syqel të fillu prej barkut vet, prej të vetëve aty, edhe natyrisht miku e shoku Jarani, se nëse e ka një hall miku yt, e ti rre gjak ftoft, ti rre anash, edhe thush mik e kam, ja Jarani, ja. Miki atëherë kur i bëhash zhuk që thot populli, për me arrit, për me ahjek atë dhimt, atë idhnim, atë gjë që e ka godit keq. Zoti Bekollë, sa ju ka ndihmuar puna, aktiviteti juaj i jetësor në pajtimin e gjagjeve? Keni qenë aktivist qysh në moshën rinore, duke aktivizuar tek pajtimet e gjagjeve, pa ashtu pjesë e ushtrisë ligjëtare të Kosovës, trupa mbrojtje të Kosovës dhe imam. Këto karta, sa ju kanë ndihmuar në rolin në qasjen e pajtimit? Sa herë keni shfrytzuar aktivitetin e juaj, qysh të hershëm si aktivist, veprimtar, si ushtar i ushtrisë ligjëtare të Kosovës, apo edhe si klerik fetar? Unë ju kumik atyne, padisht për me thonë, unë jam këj e kun krykton, shokët. Me gjithat, pa morë pasësh, a i ke tregua jo, po ti ki pas një background në uj? Mirë po, jem një grusht, tash se cilin njeni për tjetër, ju më hi për 36 vite, dijet veprimtaria që shpunon, kush është, çka është, jam qaj që jam, po falendroj Zotin që kjo që jam. Dhe që ma ka mundësu të gjitha ato që i përmende, ma ka mundësu me qenë një argati vogël për këtë popull, për këtë gjak tonin, për këta njerës tonë, për këtë dhe, këtë dhe, imi mënu me bo argatë. Të gjitha kanë qenë pozitive, që kanë ndihmu për me dëgju fjallën, të paktën mas më ndërprej. E tha që jeni ndatë kënaqur me nxjerrjen e dokumentarit dhe të librit. Po. Cili është mesazhi që shkon për shikuesit, për audiencën e televizionit Arbëria, lidhur me këtë dokumentar dhe këtë libër për punën e aktivistëve dhe të juaj personale në 35 vite, aktivitet në pajtimin e njerëzve. Mesazhi është përse në dokumentarin dhe lexon në librin, ata thojnë më shumë se sa unë që muj me thonë. Tjetër është aman, mos rreni duar kryq, aty ku e sheni që donë me lindë një e keqe e madhe, po fillon në të voglën me e zhidh të lashet. Edhe tash, sidomos, mos marrveshjet pa janë ofër, me migjen, me vllaun, për shkaqe që katë është me i përmen, për kur gjësen, për një plomë, tokë ose për një s'pëmoj. E këtu kush mund me ndiku të njerës që janë ofër një tjetrit, mund me ndiku gjaku i vetë. Ai që është sa i yti, sa jami.
është migja, është halla, është daja, është nipi, do të thotë janë njerëz që janë të njëjtë për ty dhe për mu. Ata duhet me ndiku për me atu njerëz të vetë. Përgëzime për dokumentarin dhe librin, ju urojmë suksese dhe punë të vazhdueshme. Zoti trujt. Mirupafshim, faleminderit shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.